Për herë të parë pas ngjarjes së rëndë të 4 qershorit në Lozhan të Maliqit, ku humbi jetën efektivi policisë Enea Mekolli dhe mbeti plagosur efektivi Edison Adri, ka folur nëna e autorit të dyshuar Violant Braçellari. Berdane Braçellari, e cila thot se ka qenë dëshmitare okulare e ngjarjes, ka rrëfyer versionin e saj për atë që ndodhi mëngjesin e operacionit policor. Sipas saj, gjithçka nisi në stallën e bagëtive, ku ajo dhe djali i saj ndodheshin në momente të ndryshme. Hyra brenda në stall. Fillova punë si gjithmonë. Në krahun ata hyra vetë, në derë myn djali. Po unë djali nuk më fut asnjëherë në punë, po thjesht më ikën dy punëtorë. Edhe më erdhi. Tash e kisha si parandjenjë se gjithmonë kemi qenë në mbrojtje në vetes tonë për policat. Sa myn djali aty, kur i shikoj unë, erdhën këta, thash djali erdhën tash. Djali qatë ty doli dhe që ka hedhur nga dritarja e viçave në fund stalës. Atje e priste polici tjetër. Del lart atje bie polici. E pyetur nëse djali i saj ka qelluar i pari ndaj forcave të policisë, ajo u përgjigj. Në moment që polici ka rënë më përpara, pastaj ka qelluar. Nuk tha as e dorëzoi uni, as e jemi policia, ai ishte fshehur në cep. Djali im kalon lart. Në dëshminë e saj, Braçellari ka treguar se djali prej vitesh jetonte larg familjes dhe fshihej në zonat malore. Ajo mohon gjithashtu që i biri të ketë kultivuar lëndë narkotike. Violanti me mua jo se rrinte, se Violanti ishte dënuar 10 vjet. E Violanti nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në një qitante bukë, në mal. As njerëz vinte që të ikte në fshat apo qytet apo vetëm në mal. Kjo situatë ka 8 vjet, për 10 gram hashash, 2 gram i gjetën në shtëpi. Pastaj vajtën për zyra se u vinte tu, thoshte i bëj 10 gram. Ndërsa pranon se ka përfituar mbështetje për blegtorin, mohon pretendimet se familja është pasuruar nga aktivitetet e palishme. Në Bakti, unë kam sjellë dhe që nga Vlora, në Vlorë punuan ndërtim burri që kam sakat tashi, djem ndërtim, merr 1 lek, bëm ja 30 virace, edhe i sollëm këtu në Lozhan. Po, kam marrë. Jo se më kanë ndihmuar, se unë i ka rregulla shtetik këto. Se unë e kam blegtorin. Jo thot Artan Hoxha është janë në shtëpi për fare ashashi, ai shkoni çfarë. Pavarësisht ngjarjes tragjike, nëna e Violant Braçellarit shpreh keqardhje për humbjen e jetës së efektivit Enea Mekolli, duke thënë se askush nuk duhet të kishte humbur jetën, ndërsa një mesazh e dha edhe për familjen e efektivit të ndjer. Më vjen shumë keq. Unë e kam thënë që atë, edhe djali im kishte vdekur. Edhe djali im kishte vdekur. Se nuk ka faj as djali im, as edhe ai është i urdhëruar ose i rrvet nga rroba e tij. Po që ai të kishte bërë këtë gjë, ti thoshte ndal. Po ti kishte të ndal. Unë më vjen shumë keq, zëre se më ka vdekur djali im. I thoj sa familje se më vjen keq dhe për atë, se nuk e njoh as nenën, as baban, as djalin. Më vjen shumë keq. Më vjen, jam edhe unë me ata. Më vjen se të dhaj djal. Se nuk e njoh, nuk më njeh. Thjesht detyra e tij. Ajo ka treguar se më parë ka pasur tentativa të policisë për kapjen e të birit, por sipas saj pa incidente të ngjashme. Disa herë. Nuk kanë bërë këtë që bën këta. Sa herë ka mundur të shpëtoj policisë Violanti? Sa herë? Jo se ka qenë shumë herë këtu, se s'ka qenë, do me dhe një rast pata. Ndërsa konfirmon se do të takoj të birin pas arrestimit, ajo thot se nuk ishte dieni që ai mbante armë. Do të takoj se e kam djalë. Nëna e 55 vjeçarit tregon se ka tentuar vazhdimisht ta binte të dorëzohej, por sipas saj ai refuzonte për shkak të dënimit që kishte marrë, ndërsa e poshtë edhe pretendimet se i biri ka bashkëpunuar me policinë gjatë viteve që qëndronte në arra tij. S'ka nën që të thotë që mbaj armë ti vrit tjetër. A ke tentuar ndonjëherë që t'ja mbushësh mendjen të dorëzohet? Shumë herë. Vetëm i vinte inat, se thoshte të dënojmë 10 vjet për 2 gram hashash, unë nuk shkel. Edhe hashash e nuk u gjend në shtëpinë time apo në makinën time, po u gjend në shtëpi braktisura. Ata kishin halë në sy, more. Halë në sy, në çdo vend, kontroll nga të katëran, kur doje që delte djali, do t'i bëni kontrolle për makinat e të katëran. Braçellari ka komentuar edhe largimin e bariut që punonte në fermë një ditë para ngjarjes. Ka ikur se e kemi bërë me llaf, kështu që në fillim me bariun që po të rrishin mbi një vit e ke 1 milion lek rrogën. Ai ndonjë 10 ditë dhe kërkonte 33.000 lek ditën. Kaq lek ketash. Po ishte shumë mashtru, thja, merreni edhe njëri nga këta punëtorët, që ishin të dy në një dhomë, arriti punëtori sa iku se vetëm është o të ta vras, të mbur, o tiki nga puna. Ja, merreni.
Ndërsa mohon çdo lidhje të djalit të saj me trafikun apo kultivimin e lëndëve narkotike, ajo kundërshton edhe zërat për bashkëpunim mes tij dhe Bariut. Po jo, s'bëhet fjalë, po 10 ditë erdhi më. 10 ditë. Kur u beka kjo lëndë narkotike, kur u shitke, kur... Teksa hetimet për ngjarjen tragjike vijojnë, familja Braçellari mbron versionin se gjithçka ndodhi pas një reagimi të menjëhershëm gjatë operacionit policor. Nga ana tjetër, humbja e jetës së efektivit Enea Mekolli ka tronditur opinionin publik dhe ka rikthyer në vëmendje rreziqet me të cilat përballen çdo ditë efektivët e policisë së shtetit në krye të detyrës.